mendoj që kur të pensionona ko me shku në hendikos edhe komu ju këthyja. Me këta në pension, me këta 10 vite, me këta që dolin jashtë shtetit, i hupim deri në 300 në vit, edhe 300 na hinë në treg, pe i Fakultetit Mjekësisë Prishtinë. Është jashtëzakonisht nder edhe kënaqësi për mu me pas sot doktorin Driton Ukmata. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se gjeta Vlera, dhe për mua është një kënaqësi e madhe me qenë këtu me ty edhe me bashkë bisedu për temat ndryshme. Na ka shku një kohë të e diskutu apo bëjmë një epizod, dhe me thonë se ju pak normal keni qenë ishmangu nga kjo pjesëmarrja në media, pavarësisht kontributit ju i të madh që e keni pas në fushën e shëndetësisë. Po mirë, do më thonë, iniciative mirë që me... Kemi bisedu gjatë, jo për bojmë, jo s'pe bojmë, mandej tu me ndu pak ma fele, po që është e rëndësishme me dalë me folë. Me folë edhe i pash edhe emisionet e tua edhe mujë me të përgëzu për temat, mënyrën që shu ki qasë edhe muhabeti që i bëhet aty përgjithësi. Shumë faleminderit, doktor. Na e dim, përmendoj përvojën e juaj të gjatë në fushën e kryesisht të menaxhimit shëndetësor, po unë kisha dashur që ky epizod me qenë një, domethënë një prezantimi juaj në kuptimin që me qenë motiv për njerëzit, për të rinjët konkretisht, të cilët janë në fillimet e tyre të rrugtimit edhe me pas modele si ju, të cilat munden me i ndjek edhe me i pa, domethënë qysh ata munden me arrit edhe me lënë gjurmë, qysh keni lënë ju me projekte të cilat i keni nis me organizata të huaja, mirë po të cilat ende vazhdojnë me funksionu të na. Unë nina shumë i privilegjuar mi pas mundësinë mi gajtë rinin në karrierën e tyne, edhe mundu me folë për shumë sene, për shkak se kom tash për shkak moshës, kom punu kogja shumë vite edhe në sektore të ndryshme, edhe mundu me folë edhe mi jap informata cilat besojnë se i analizojnë me kujdes kanë mi ndihmu në tarmën e tyne. Nashta mi ndihmu edhe mi ndihmu edhe me prind cilët i shtyjnë me hes një drejtim caktum, pa kur ata janë e din vetë çka dojnë me bo, kështu që po munduam me qenë sa ma të qartë edhe me nejtë në këtë temë cilën ti e ki përzirë. Po, qysh e kujtoni përvojën e juaj të parë të punës, domethënë kur keni filluar rrugtimin e juaj? Pa, ka qenë shumë interesante, kujtoj edhe sot vitin 94, kum qenë student i mjekësisë, kanë qenë kohëna të vështira vitet e 90-ta, kur më ka japë rasti me punu me Handicap International, një organizatë franceze, edhe pa ta fillu atër edhe u ballafaqova me një kulturë tjetër, u ballafaqova me disa gjona cilat nuk i kisha mendu fare deri atëherë, edhe kujtoj si sot. Edhe fillova me atë frikën, sikur si çdo i ri që fillon tash a s'dija, muj me kry punën. Bile më kujtohet laptopi, s'pari herën e pata po një laptop ka qenë kompakt, ka qenë kompania kompakt laptopi edhe po më vetë një kolege franceze, a ki përdor laptop? Edhe unë merë keq mi thonë që s'kum përdor, thash po, edhe murra edhe dëshë mi përkthy një dokument, edhe nuk disha as mi dhez, as mi procesu, ajo e po me atë farë finesën e vetë, ma m'gajdi qysh me punu e qysh, edhe fillova kadar me mësu gjanat edhe me i kuptu gjanat. Kështu që kjo është ajo cilën ju kisha sugjeru kejtrive që mos me pas ndonjë stres apo traumë prej punës, se puna mësohet. Me rëndësi është me pas dëshirën me mësu edhe përgjegjësinë si person për punën cilën e merr se tjerat krejt vinë. Kur e përmendet pjesën e ju thatë u ballafaqova me një kulturë tjetër të punës, çka po nënkupton me çta? Po tash për neve, unë kom pas fatin me fillu me punu me njerëz evropian cilët kanë qenë
vullnetar në për organizata humanitare, do më thonë një pjesë a shoqërisë ma e mrime, shembull kjo NGO-ja me ka qenë e Francës, se njeri kur t'i mrin ato nivele e kupton që duhet me bëj diçka për tjerë, se jo me nu gjithmonë për vetveten e vet. Edhe më ka raqë nga fillimi me punu me njerëz tillë, cilët më kanë udhëheqë, më kanë ndihmu për me kuptu punën, edhe mandej unë e kum përdor ato me njerëz tjerë me cilët kum punu shumë shpesh edhe jam shumë i gëzuar që kum pas fatin me fillu karrierën në atë mënyrë. Po deshta edhe më nalë to, në atë kohë puna ka qenë me dalë në për teren, unë më lejmë rritën Prishtinë edhe nuk kum dalë për që kum shku në Gjakov, ku i kam dajt edhe axhat, nuk kum ka ra me shku në për rajone ndryshme të Kosovës. Ajo ka qenë një shok i madh kur kum dalë, se normalisht kur punon me organizata humanitare shkon në për vene ku ka nevojë për ndihmë, edhe fshatrat edhe varfërinë cilën e kum pa në atë kohë viteve 90-ta, s'ku mujt me besu që mundet me qenë diçka e tillë 20 kilometra prej qytetit. Këto kanë qenë prej regjimeve të kalume me qëllim të lënë me mazdore, por na s'kem pas informata si ide qysh është gjendja e vërtet në teren. Fatmirësisht sot ato gjashtë janë të i kalu edhe sot Kosova është zhvilluar me thonë uniform në këtë pjesë të saja, këto e ka ndihmu edhe komunikimi, edhe qasja, edhe shumë sene tjera. Qysh ka qenë për ju kur jeni ballafaqur me një qasi jete që ju nuk e keni parë realisht? S'keni qenë ndoshta të njohuri ose të vetëdijshëm që ekziston në periferi? Po tash në atë kohë e kum pas fatin me punu me Halit Ferizin, i cili ka qenë kryetari i shoqatës paraplegjikëve dhe paralizës fëmijëve të Kosovës, cila është hendikosi i sodit. Edhe se organizata me cilën kum punu ka pas një program për me ndihmu asaj shoqate në atë kohë për me ngrit në një nivel tjetër. Edhe me Zotri Halitin, i cili ka qenë person me aftësi të kufizuar kogja të madhe, ka qenë paraplegjik, kush e din e kupton që nuk është lehtë me jetu me atë problem, lëre mu me dalë në teren të ditën e me punu. Kështu që me Zotri Halitin kemi punu në për teren ndryshme edhe ka qenë motiv i madh për mu, kur e kum pa ato që sunal fare, shkujmë tu, shkujmë te familje, bojmë edhe këto, bojmë edhe ato, edhe arriti me kriju hendikosin cile është sot muj me thonë lirisht njëna për organizatave më të mëdha ajo qeveritare lokale në Ballkan edhe e ka arrit misionin e vetë me sensibilizu komunitetin edhe me i forcu persona cilat kanë probleme ndryshme apo antarët e saj me një vetën të barabartë edhe me participu në jetën e përditshme. Unë kom punu 7 vite në Hendikos, doktor, ju e dini, edhe unë, dhe më thonë, prej ditës parë që kom shku, edhe krejt gjatë ati rrugtimi nuk e di nëse ka pas momente shumë shpesh ka ndodhur kur emri juaj është përmend si mbështetja më e madhe e themelimit edhe arritjes së Hendikosit. Do të thonë ju në këtë rast e përmendet vetëm zotrin Halit Ferizi, që ka qenë themelues realisht, ai ka qenë vetë person me aftësi të kufizuar, mirë po dhe mbështetja juaj ka qenë përmes organizatës Handicap International, apo? Po, unë ju mënu maksimum mi ju ndihmu, po krijesa Hendikos me qujtë kështu, është falë punës qindra, mos nashta dhe disa qindra vullnetarëve cilë kanë punu ditë natë në përkrejt komunat dhe fshatnat e Kosovës, pari me identifiku personat, mandej me i distribu ndihmat, mandej me i ndihmu, mi bo ato qendrat e komunitetit cilat kanë ardhë, kemi bo trajtimin e fëmijëve me aktivitete fizioterapisë, psikosociale, logopedike, këta dione. Plus vullnetarët e huj që i përmenda ma heret që kanë ardhë, që kanë punu, i kanë trajnu vullnetarët e ndryshëm, dhe me thonë, është një kontribut, ata kanë folë për mu se më kanë po ma shpesh edhe
më kam pasi external si kom qenë out of the box. Po ajo puna kryesore ka qenë e tyre, bashkë aty në njerëzve që kanë full, se ata kanë qenë baza dhe janë baza asoj pune dhe i përshëndes nëse dikush është në këqyr. Edhe mendoj që kur të pensionona ko me shku në hendikos edhe ko me ju kthy asoj pune prapë. Po, shumë mirë kur një punë lën atë nostalgjinë e mirë për me pas synim me rikthy dhe dëshirë. Po, e kam afër zemrë, se kom shkru një postim për hendikosin edhe hendikosin e kam afër zemrë, gjithmonë e përmeni këto, edhe ku e shë naj vetura, naj reklama, naj diçka naj aktivitet që organizojnë, zemra më knaqet. Shumë mirë. Po mandej doktor, domethënë ju u themeluan ndikosi, arriti një farë niveli, rrugtimi juaj. Mandej ndikosi ka qenë njëri për i programeve cilat jena marrë, se organizata Handicap International ka qenë fituese e çmimit Nobel me 6 organizata tjera për parandalimin apo ndalimin e përdorimit të minave antipersonale. Vitin 97, Bandland Mine campaign është quhet ajo, nëse do ndikush me hi me këqyrën në web, është interesant me lexu për atë sen, se kanë arrit me influencu Ottawa Treaty, cili ka qenë marrëveshja Ottawës ku u ndalu prodhimi i minave antipersonale. Minat antipersonale për ata që se din janë ato mina cilat i shkel me kumë dhe kërsasin. Jo antitenka, jo naj diçka tjetër, po janë këto dedikume për njerëz, që janë shumë të rrezikshme. Edhe në këtë drejtim kemi pas programe cilat janë dediku viktimave të minave, si që ka qenë për shembull programi i ndërtimit qendrës ortoprotetike në Prishtinë, ku është bë qendra për mi punu këto ndihmesat, protezat, ortozat, senet e ndryshme cilat nevojiten. Është një institucion shumë i mirë, i cili është ndërtu, funksionon edhe sot gati 30 vjet mas, është kuadër të QKUK-s dhe është një prej institucioneve të rëndësishme për personat nevojë që njerëz kryjnë punë shumë aty. Mandej kemi po që është nevoja për rehabilitimin e këtyre personave dhe në atë kuadër kemi marrë me zhvillimin e programit fizioterapisë, edhe së bashku me Fakultetin e Mjekësisë, Universitetin e Limoges Francë dhe Queen's University prej Kanadës, kemi arrit me formu Fakultetin e Fizioterapisë, i cili funksionon tashmë se 20 e sa vite dhe i ka prodhu këtë gjithë si ta fizioterapeut, cilë pi kritikoj ka pak ka njëherë, për shkak se njerëz kanë kriju shumë një farë shprehije me shku të fizioterapeuti, e duhet ka pak mi rallu ato sena apo mi drejtu mas pari te mjeku për mja përshkru e mandej me shku me bu fizioterapi. Kjo është kur t'hinte ajo tema e qatit apo inteligencës artificiale, ku lexon dikur që kom pas na nevojë për fizioterapi, po shkoj pikry. Do me thonë, është kriju Fakulteti i Fizioterapisë, funksionon sot, jam shumë mburna me atë sen. Edhe Po e vështirë mi bind Francesco ose përndoj me gjithë? Francesco ka qenë letë mi bind se ata kanë qenë vetë na kanë bind neve që duhet me menu në që drejtim të sustainability apo qëndrueshmërisë. Se cili sen që duhet me menu a ka qëndrueshmëri dhe sa ka nevojë dhe çysh ka nevojë. Po ka qenë vështirë atër ka qenë administrata e UNMIK-ut, nuk ka qenë vështirë me i procesu gjanat, po ja kemi arrit me një mobilizim edhe me dëshirën e gjithve është bua jo dhe është shumë një sen i mirë. Mandej një program tjetër se s'pe zgatim shumë me handicapin se zgatëm po mduket tepër, është pastrimi i minave antipersonale, se deminimi humanitar, vetë dikur që ka të bëjnë një shoqat NGO me deminim. Në shumë venet botës nuk lejohen trupat e huja për mi pastru ato senet edhe këto minat edhe futen organizatat humanitare cilat e ka një farë butësie me regjimet e ndryshme edhe kryjnë pastrimin
humanitar të minave. Edhe na kemi pas një program të fortë atëherë, cili ka rezultu me krijimin e ekipeve të trupave mbrojtëse të Kosovës apo të ushtrisë Kosovës, cilët janë super të trajnuar. Më kujtohen ata, i kemi pas konsulentat anglez, Lansi dhe Krisi, ata kanë qenë pensionistat të ushtrisë angleze, të inxhinierisë niveli shumë të lartë, cilët i kanë vënë bazat e pastruesve të minave apo edhe të mjeteve tjera të paksvedume sot, cilat funksionojnë në ushtrinë tonë. Po i përmeni njerëz ka pak se kom bo si misionja kom dhënë vetit, mi përmen njerëz cilët kanë kontribu këto gjona, se janë harru senet po harrohen, ka shumë njerëz që na kanë ndihmu tepër. Kthehem për pak, po vazhdoj me një blok marketingu. Doktor, një rrugtim deri këtu po i bjen mas luftës kjo periudha që jemi tu e fol. Po, mas luftës, mas vitin 99. Erdhëm, po. Kalum pi 94 të tullum 99, e lam luftën. S'po folim për luftë sot, se është na lyp edhe një emision komplet më marrë me atë çështje, po rrim të senet më pozitive. Mandej tash me fol për këta trit cilët kanë me zgjedh profesionin, e me u lidh me një shembull. Po se është koha, ç'tash, përndaj që janë periudhë të regjistrimit. Po. Secila organizatë ku këta kanë me punu e ka kulturën e vet. Edhe kisha marrë një shembull të kur kum dal prej NGO-ve në UNICEF. UNICEF-i është organizatë e kombeve të bashkuara ku proceset apo mënyra e punës është më e formalizuar. Edhe për mu tash ka qenë një ndrim total i kulturës punës. Domethënë na kemi pas kulturën e punës shumë profesionale, po pa tek lefsh që thojmë na. Domethënë jo me shumë raportime, me shumë formalitete, jo paguma se punova një orë ma tepër, një orë ma pak, jo me dalë në teren duhet me marë security clearance, ku ta diun e 1 milion sene tjera. Domethënë shkova me një kulturë tjetër. Normal edhe ti kur shkon me një organizatë nuk ki drejt as dush mi u përshtat kulturës asaj organizate. Edhe punova aty për 5-6 vjetë, kom pas kënaqësinë me punu me kolegë të mirë, edhe kemi pas projekte të mira, edhe gjithmonë kur i takoj edhe kur përmenet UNICEF-i,
më kujtohet një që e ndiku si e ndikepi e projekte tjera dhe e kujtoj me shumë me qef. Po që kjo ndryshimi i kulturës punës ose të NGO-s ose të OJQ-s ku njerëz të përfshihen, a është e vështirë se ka njerëz për cilët ndoshta ndonjëherë përshtatja për shembull është e zërshme? Shkon edhe don aty me qenë ose shumë e vështirë. Për që ato po e përmendi se në menaxhment ta ballafaqohesh me njerëz të ndryshëm. Ka njerëz edhe menaxhimi kërkon qasje të ndryshme në menaxhimin e personave të ndryshme apo profileve të ndryshme. Shembull, nëse punon me mjek, menaxhimi duhet me kon tjetër. Se mjekët janë në stres, edhe ka nevojë për me fol, edhe ka nevojë për me ngu dikush, edhe ka njerë folin edhe pa lidhje, po duhet me ndigju se ajo vjen pe stresit tashmoni me para minut dikush me një sallë, 5-6 orë punon me një pacient, edhe e ka pacientin dorë, është vetë me ka një asistent, vetë duhet me vendos për komplikime për gjona, është një stres i madh dhe duhet mju qasë në këtë mënyrë. Mandej ki për shembull IT nuk mundesh me menaxhu si mjekun. Se ai nuk ka nerva me të ngu çka pi folti. Duhesh me tregu shkurt, duhet nishi, dyshi, treshi, me lidh çështo me kry ç't punë. Edhe e ki të kryme me IT. Edhe kështu për secilin profesion e ka vetën. Kështu që këta rinia sot koha ka ndryshu. Nuk është e thonën që shkollën cilën e zgjedhin sot që ka me qenë profesioni ty në gjithë jetën. Me rëndësi është me përzgjedh, me qenë intelektual, do me thonë me përzgjedh një shkollë që jep general knowledge, nëse nuk janë sigur për drejtimin e tyne eksakt, shembull në studentat e mjekësisë, mashinerisa, inxhinierisë tjetër, ata janë specifikume nuk hinë në këtë grupë. Po ata që janë të pa vendosën ende, me rëndësi është me zgjedh një shkollë që jep general knowledge, do me thonë dijeni të përgjithshme, edhe mandej me fillu me punu, me qenë përgjiths, me kuptu, edhe jeta i drejton, edhe talenti i tyne, se se cili për njerë neshe ka një talent, cilin nuk e dim, që nuk kemi të vetëdijshëm që e kemi, edhe ajo delën pa. Sidomos në kohën e sodit, ku populata e botës është u zvoglu, edhe kjo rinia jona, po e gjithë botës, se s'po thome jona, se tash këtë bota e njejt me nivelin e komunikimit. Na kem pas dallime me francez 94, po sot fëmijët tonë nuk kanë kurfar dallimi. Asi, ata duhet me zgjedh e kanë përparësinë, si kanë me pas një jetë shumë të mirë, edhe mundësi po, nashta mas miri me përmbledh si mundësit janë më të mëdha, edhe kanë me konë shumë okej. Po. Nuk kanë me has në ato vështirësit, përmendoj jo periudha luftës, jo pas lufta, jo mos me qenë rrjedha me diçka që bota është, si pjesa ju i laptopit që e përmendet viti 94, që në atë vit, do me thonë të na nuk s'ka pas. E tash gjithë çka është, përmendoj, e njohur. Gjithë çka është e njohur, janë të barabartë, tash njëri joni me një tri gjermanu i ka të njëjtin nivel, që fëmijët tonë po dalin, po studiojnë jashtë, po kanë suksese, po kthehen më kthyn temp mjekësisë. Tash pak po folim edhe për mjekësi. 3 tonë po na i merr Gjermania, krejt mjekët e ri, mjekët, se mos t'ju hinë hak, se ka edhe shumë mjekë. Është e dhimbshme, doktor, ç'kjo? Po, nuk është e dhimbshme edhe mirë na bojnë, se na nuk ja u dim rëndësinë këtyne rinis që kemi në dispozicion, derisa ta hupim. Na dikon rreth 140 mjekë mesatarisht na dalin vit prej Kosovës. A është mangësi, a mesim na keq pa qata? Po tash, Kosova i ka 5.000 mjekë në total. Prej aty në 7% janë në pension.
për aty në 24% janë për i moshës 55 dhe 65 që kanë me dorë pension 10 vitet e arshme. Edhe kemi ratio mjek pacient 1:3. 3 me 1.000, dhe më thonë 3 me 1.000. Në sistemin publik 1.5 me 1.000. Po 3 me 1.000 është duke përfshi edhe privatin, dhe më thonë kemi nevojë për mjek. Me këta në pension, me këta 10 vite, me këta që dolin jashtë shtetit, i hupim deri në 300 në vit, edhe 300 na hinë në treg, pe i fakultetit mjekësisë Prishtinë 140, 150, jo Tetova, Shkupi, vene tjera, Tirana, bohen dikun rreth 300, jo mjek të huj që vinë licencohen në Kosovë, bohen dikun rreth 300 në vit, dhe më thonë kemi një farë barazimi. Okej, s'ku ka dhe shumë për Jo është keq se na jemi keq me numrin e mjekëve, kemi ma të vogël se rajoni, mos flas se Evropa, kemi nevojë për mjek. Domethënë, duhet politika urgjentisht politika speciale me u marrë me këta mjek tonë e ri, edhe me i punësu automatikisht si ta kryjnë fakultetin, edhe me i fut në sistem, edhe mu mënu me i majtë. Do me thonë, mos milon ata mu zhagit për një vend pune, kur ti ke studiu krejt që ato vite? Besomni, unë e kum kry fakultetin e mjekësisë, është shumë demanding, është i vështirë. 6 vite, shumë provime, ma nej kur ta kryjnë fakultetin si e kërka heq, se duhesh edhe 5-6 vite specializim, 2-3 vite praktik. Thonë është një profesion shumë i ronë, i cili kërkon pak respekt më të madh në aspektin e qasjes ndaj tyre, sidomos me punësim edhe me ekspeditim të proceseve cilat e mundësojnë. Po, këtu, apo mirët dikush me që të çështja, apo konsideroni që është u marrë shteti ose dikush është ka mirët me që të problematik, do me thonë që na kanë me kalu disa vite dhe nashta s'kemi me pas hapësirën e mjaftueshme ku mu drejtu ose me pas munges ose qysh do koft për shkak se si kemi. Fatkeqësisht, sa kom informata unë shteti s'po mirët. E kom një shembull në shtëpi djalin tim i cili e ka kry fakultetin e mjekësisë tash po bëhet 1 vit. Edhe me nzi që e ka gjetë një punë me një spital privat, edhe konkuroj me një konkurs në fushë Kosovë, ku i kërkojshin disa mjek të ri për me punu në ambulancë në qendër familjare. 90 veta e aplikun për 7 pozita, tash mundesh me paramenu. Mundesh me paramenu çfarë konkurrence ka dhe sa është duke u bë shteti për me integru këta mjek. Në shtetet e huj e shumta, këta integrohen me njerë në sistem, si asistent doktor, punojnë me mjeku në spital, i bojnë anamnezat, i përcjellin terapijat e pacientit, e njoftohen me ambientin spitalor, gjatë asaj periudhe edhe kuptojnë për çka kanë talenta dëshirë, drejtohen specializimin edhe por te na nuk po bëhet. Kjo jam të full që sa herë dhe po apeloj çdo moment për te personat që janë stakeholders apo vendimmarrës për me u marrë me këtë çështje sa më shpejt që është e mundur. Shpresojmë që mirën. Doktor, ju edhe babën, doktor Hysen Ukmata ka qenë mjek edhe dekan i fakultetit mjekësisë në vitet e mahershme. Ju mjek gjithashtu dhe djali, a është diçka që e stimuloni vetë gjenerat pas gjenerate, apo është një e natyrshme që kjo dëshira për mjekësi? Ma kam bo këtë pyetje shpesh se unë edhe vllaun bujarin e kum pas mjek, ndjerin. Ma kam bo këtë pyetje shpesh, po jo. Edhe pse ju më rrit me çështjet mjekësise përpara nuk ka pas mobila e ordinanca private, kur është smu dikush mas orarit punës u ardhën shtëpitë na. Po foli para 30 vjetë, 40 vjetë, kur im konë në eri edhe fmi. Pa kum dëgju për mjekësi, por vendimin për me shku në mjekësi nuk ma ka influencu prindi.
po ashtu asun si ja kum influencu Drinit me u marrë me mjeksi. Ju njëkohësisht keni qenë edhe, domethënë udhëheqës apo drejtor i spitalit amerikan që është spital privat dhe që ka qenë në fillimet e veta shumë zë edhe tepër domethënë në nivel me aq sa u ndi. A qysh ka qenë për ju me menaxhu, domethënë se kanë qenë spitalet, fillimi ka qenë i spitaleve private? Ma ke qenë një temë të mirë për këta rinin, se harru me folë për atë. Kur kum dalë me punu në spital amerikan, ka qenë ballafaqimi me sektorin privat herën e parë. Ajo ka qenë një farë Bedminster Capital, një fondacion amerikan i cili ka pas mjetet e shtetit amerikan për me investu në fushat caktume në për shtetet cilat shteti amerikan ka interes afatgjat. Edhe ata mandem kanë rekrutu mu bashku me kolegët e Shqipërisë, edhe ka qenë si me marë, me më gjujtë në qanë edhe me më thonë në to, dilëm brek tash. Po falë teamwork, dhe më thonë punës në ekipore, njerëzit cilët i kum pasë rreth veti, falë përgjegjësisë, falë angazhimeve të mëdha, kemi arrit me kriju një spitalin e parë amerikan, cili ka qenë në Ajvali atje të shku për Graçanis, edhe dytin këtu cili është edhe sot funksionon edhe është një institucion shumë i mirë, edhe cilin edhe po ashtu e shoh me kënaqësi sa herë kaloj aty pari, apo isha aty para 2 dite, piva një kafe dhe kom kënaqësinë me pa sa njëri shërohet në atë vend. A ka qenë vështirë? Po, ka qenë shumë vështirë. Kur ju thatë si më gjujt me një oqean, mandej qysh ke qaj dolja? Po tash për shembull në vitin 2011, mi thoni mjekut, lëshoje punën për shtetit, hajde puno privat, full time. Ka qenë si sot diçka mi thonë dikujna. A je normal, më thëshin. Qysh shohet puna e shtetit? Qysh punohet vish privat? Më thonë kanë qenë konceptet pa provume të na në Kosovë dhe po me një angazhim të gjithve, me një besim të njerëzve se në menaxhment është shumë i rëndësishëm edhe besimi, se nëse njerëzit kanë besimin në ty, atëre performojnë edhe të njekin edhe ndigjojnë nëse nuk është fjalë e keqe me përdor për menaxhment, po të përcjellin në objektiva që i përcakton, edhe ka qenë një punë që kum punu një 6-7 vite edhe gjithmonë shikoj pas me kënaqësi, edhe kemi pas shumë kolegë se spitali amerikan edhe sot i ka ma shumë, po në atë ku i ka pas 200-250 punëtorë, e tash m'bjen mi pa njerët, jo me Facebook, jo me naj pun tjetër, kanë dollë me naj spital tjetër, jo në është edhe në spital publik, edhe gjithmonë është kënaqësi kur i kthehen asaj teme. Po, mandej, qysh vazhdoj ju 6-7 vite edhe po shoh lëvizje, do më thonë, jo ajo puna e shtetit që ka për shembull njerëz që kanë kalu 30 vite, ka punu me një, ose 40 me një punë të shtetit. Po ju nuk keni qenë natyrë e tillë që mu pajtu ose mu knaq me çato, veç aty po rri. Tash mu kthy te menaxhmenti, janë disa njerëz që janë perfeksionista, unë s'jam hiç. Janë disa njerëz që janë multitask. Do më thonë, janë të mirë në disa puna, disa drejtime të njëjtën kohë. Nuk e kërkoj perfeksionin, por kom qef me u marrë me shumë sene dhe kom një farafsie mi lidh ato. Edhe mandej kur e lash kryva me spitalin amerikan, dola në konsulenca me punu, edhe dashti fati mu kyç në reformat e SHSK-s në vitin 2017 dhe aty punova 3 vite. Edhe aty kom me more kësi kujtime shumë të mira, se kom punu me shumë njerëz të mirë, cilët i kom gjetë shumë keq, po i kom lënë shumë mirë. Jo une që jo kom rregullu, po na si ekip kemi arrit
kemi arrit me përmirësu gjendjen, do më thonë vitin 2017 kur kemi shku aty, ka qenë gjendje mjerueshme në aspektin e kushteve të punës të mjekëve, furnizimit me borna, numrit pajisjeve që kam pas, pagave, kam pas pagat mjek dikun 600 euro, po më duket specialisti, 650 euro specialisti, të infermieri tekniku ka qenë nër 500 të 400 dikun. Kujdestarit kanë qenë shumë të ulta, kushtet e punës të këqija, objektet e parenovume. A jenë bon që atë ku nëse zgaboj ambulancat specialistike? Po, ka qenë njëni për projekteve. Kemi punu shumë, kemi bu ambulancat me drejtorin Basri Sejdiun, cili ka bu një punë të jashtëzakonshme, kam qenë i binam. Unë kam qenë si konsulent, ai ka qenë drejtor dhe drejtuesi i gjitha proceseve dhe jemi marrë edhe me çështjet personelit se menaxhimenti don çështje gjithë përfshirëse. Edhe me punun të gjitha drejtimet njëjtën kohë. Nëse sidomos kur punon me këto institucionet e mëdha, nëse e lën pas dore veç një sektor të vogël të punës, me njëherë shkon sistemi janis me të qalu edhe ki problemet mëdha. Kështu që kemi punu në gjitha frontet, renovime, furnizim me pajisje, në sistemimin e ambulantave specialistike, bile edhe parking kena bo për 400 vetura, më pyetëshin, a je normal çka po të vim parkingu? O, thesha gjithë ky vend, pa e pas një parking, pa e pas një rregull. Se rregulli ndikon në trunin e njerëzve edhe njerëz për mu sill me rregull. Nëse s'ki parking apo rrugë, ki me lon kjerën ku të munësh. Instinktivisht, asë që i menon për atë çështje. Kur e shet që ka rregull, kur e shet që i hin me një, për shembull çështja recepcione. Unë e kom inicu me ekipin që kemi punu se cila klinik apo se cila ambulant me pas recepcion. S'ka pas recepcion. Kur t'hin mrena me të prit dikush me thonë mirë dita, që me pas dikon me e pyt, jë marrë për qita ku me drejtuan e kënej. Do me thonë, është punu mirë. Në vitin 2020 ma ne filloj pandemia, ishte si një farë dore e Zotit që na qoj edhe e upgrade-ëm sistemin, se nuk e di që shkish kalu Kosova në pandemi, që shë majnë menu në sistemin që shka qenë vitin 2017. Edhe performoj mirë sistemi shëndetësor, edhe te i kalum pandemi. Doktor, po du me ditë këtë pjesën e menaxhimit. Të më thonë, është fjala për menaxhim shëndetësor, po prapë se prapë menaxhimi është menaxhim ku do që të jesh. Ki pun me njerëz, me organizim. A është diçka që se tash organizohen shumë trajnime për leadership, qysh me menaxhu ma mirë, a është diçka që ma shumë është në pjesë të karakterit individit që është njeri që din me udhëheq, apo është shkatësi që duhet me ushqy me diçka për jashtë? Ma ki bo një pyetje shumë të mirë. Unë e kom kry fakultetin e mjekësisë, jo mjek i përgjithshëm, nuk kom kry specializim, e kom kry menaxhimin e spitaleve në Londër. Do më thonë si specializim e kam menaxhimin e sistemeve shëndetësore. Por menaxhimin ma kam këto shkolla e mjekësisë edhe shkolla e menaxhimentit mi kam mësu principet. Mirë po, menaxhimi në të vërtet është ka të bëj me një emocion, se nuk ka relacion pa emocion, cilin edhe një instinkt, cilin ti e qëtë në çdo temë, edhe kur të ki emocionin në atë temë, dhe më thonë e trajton me një pasion, jo në mënyrë të si përfaqësore, po e bën një pasion e mendon mirë, çdo vendim, konsekvencat të mira t'i qetën pesh, merr vendime të rona, kur duhet me marë, se është letë me marë vendime të mira me u rrit njerëzve rrogat, po është ka vendime menaxhimenti që merr për
mi hek numrin e tepërt të punëtorëve për shembull. Është një sen i rëndë. Domethënë menaxhmenti është një bashkësi e aftësive të ndryshme apo skills, se pata muhabetin me një shok fjala skills, a ka fjalë shqip që aftësit nuk e spjegon bashkë skills, si për mendimin tim. Nuk e pas na mendu ndonjëherë. Po e mendova një ditë e patë muhabet. Edhe do me thonë, kjo është një grup i skills cila duhet mi kyç në se cilin problem, mandej respekti ndaj njerëzve. Se cili njeri duhet mi pas respektin e vetë, venin e vetë. Kom për shembull një kolegë cili ka punu në parking në spital amerikan, edhe përshëndes, ai sa herë tasha rrit gjatë me ta, edhe më kujtohet, më pa thonë një herë, sa herë ki dale, ki him, ki fol edhe më ki pyet për parkingun, për ndaj problema kemi pas, as kemi pas, edhe unë e kum bu ato në mënyrë të pavetdijshme. Po te ai ka kriju një motiv se secila punë ka rëndësinë e vet. Na i këshirin për shembull, nëse je astronaut për shembull, e krahason me këtë personin cili mirret me parking, të dy të kanë profesion, të dy të kanë njëjtin efort për me kry punën e vet, të dy të kryjnë për pagë, edhe të dy të i kanë një job description për punë vetën. Domethënë secila punë ka rëndësinë e vet. Edhe duhet me respektu secilin i cili punon, mi marr njerëz me veti, me punu me ta, mi unimu kur janë në situata të rona, mi kuptu, mi qortu kur ka nevojë mi qortu, edhe kjo e bën menaxhmentin, se nuk është ku me di se çfarë shkence eksakte. Po, reali, nuk është shkencë eksakte, po është qa që komplikune, se kur është diçka eksakte, është pakten e qartë, e din. E kështu kur është çkaq instinktive, ka njëherë din duhet me qenë shumë... Ka të bëjë edhe me eksperiencë shumë. Se kur kryon stazh pune që punon me njerëz, kohë gjatë, ti je psikolog, e ki profesion këta, i nje njerëzit, edhe fillon me ditë qysh me vepru, nuk është, se dikush më pyetja se patëm këtë muhabet, a është manipulim. Më thonë, a i manipulon njerëz. Nuk është manipulim, po është përshtatje karakterit caktuar të njerit. Se ti kur je menaxher në institucioni, ti je 24 orë në punë. Edhe sa herë je në kontakt me një person cilin e ki në drejtim, çfarë do pozite qoftë ai, duhesh mu marrë me ta sikurse duhesh mu marrë me ta në këtë drejtim. Më thonë, nuk është manipulim, po është përkraje, është përcjellje e secilit në punë, domethënë është përgjegjësi. Edhe po konsideroj që është pak ka dallim menaxhimi me menaxhu gjenerata, për shembull, gjenerata 30, 40, gjenerata 18, 25. Këta 30 sa dorësor mi menaxhu, këta alo se kum provu. Gen Z gjithmonë jenë pak më. Këta kanë i kom challenge dhe kom e provu edhe këta. Po nuk e kum provu, besoj që ka është sfidë, se këta janë ndryshe fineve, ndryshe funksionojnë, duhet pak mi himi ja u fa trunin, e ma ne mi manipulu në thujtë. Po, këta konsideroj që janë bajagi shumë me atë idenë që të drejtat, na gjithmonë e kemi pas ato përgjegjësinë më të avancune, nashta, e këta pjesën e të drejtave unë so e kom pa. Tash, ndoshta me kalimin e viteve tjetës tëna ata munden me ndryshu dhe vjen kjo gjenerata mas tëne alfa që ju gjithmonë generatat dallojnë dhe ata kanë me dallu, po prapë këtë pjesën e të drejtës e kanë shumë të avancune. Po sigurisht edhe mire kanë. Po është sfiduse pak, mandej kur... Se kur ti kemi targetat na menaxherat kanë njerë dhe ja u shkelim drejta. Se targeti është një sfidë cilën e njek edhe don me arrit gjithsesi. Është diçka që e papërshkrueshme.
për një menaxher. Që e qatë synim edhe. E qatë synim edhe qatë target e ki edhe nuk nalësh. Doktora, konsideroni që i keni arrit që ato pëmëndoj çka ju keni dasht prej pjesës juaj profesionale, apo ka diçka që ju ka met peng edhe jeni halon? Ma ki bo prap një pyetje shumë të mirë edhe shumë provokuse, edhe po ta tregoj ty, une kur kum hy në studime, kum hy mu bo kirurg. Po. Edhe kum dasht me punu me pacienta. Këto rastësia e punës ma ka drejtu profesionin edhe jo marrë me menaxhment. Edhe mu kthy edhe një herë, a e kisha bo këtë punë, besoj që po. Prap me ditë, me pas që me ditë që qysh më ka ecë kjo punë deri me sot. Se kum pas punë me shumë njerëz, edhe unë jam pi natyrës pozitive dhe kam me shumicën e tyre, me majority, kam marrëdhënie të mira dhe sot edhe kur ti shoh kaloj kohë të mirë edhe planifikoj me punu me shumë prej tyre edhe në të ardhmen, nëse na jep Zoti shëndetin. Inshallah, pse jo, shumë mirë me pas njerëz që kanë gjithmonë motiv me kontribu, se ju thatë, ju vetëm të pjesa shëndetësisë, po numri i njerëzimit po edhe në Kosovë po zvoglohet, kështu që kena nevojë për njerëz të cilët ofrojnë, japin, domethënë aspekt edhe profesional për. E tash edhe këtu tash është duhet munal këtë sen që e fole ti, se nuk më kujtu me fol. Do më thonë, duhet me qenë edhe një dëshirë për me dhomë për tjertë. Se mu knaq me një ndihmes që ja bën dikuj, me një guidance që ja jep dikuj, me një që punon atë spitali, përshka me një shërbim që e merr një pacient. Duhet me një ato, për me mujtë me qenë një suksesshëm edhe me kry ketë punë cilat ndërlidhen me qatë procesin e funit që qaj pacient me konë mirë. Thonë është, po ashtu është shumë e rëndësishme. Po, kjo është e brendshme që lumaj që e ka. Po besoj që në një farë mënyra apo tjetër të gjithë e kemi. Po s'na ka ra mundësia me shfaq. Se të befasojnë njerëzit. Befasojnë. Nalësh e pret për dikuj që mas pak ti e pret, të befason. Për momentin, a jeni në realizim të ndonjë projekti? Po, për momentin mirëna me studenta në Kolegjin Hemerert Menaxhimi Shëndetësor dhe jemi tu marrë me një projekt, një farë Eco Village. Është një ekosistem cilin e ka kriju ky kolegji në aspektin e ofrimit shërbimeve, edukimit, research, hulumtimit. Kena mungesë besoj. Po krejt me një ven, edhe më kanë angazhu mu me u përmbledh këtë farë eksperiencë 15 vjeçare për me bu një lloj ekofshati ku kishin mujt me u vendos këto gjana dhe me u bu një farë laboratori në aspektin pozitiv të fjallës, i cili kishte me mundësu një edukim më të mirë, një trajtim më të mirë të pacientëve, një research të mirë, një integrim, është shumë një projekt i mirë. Këta janë në bashkëpunim me komunën e Prishtinës për mi ofru një parcel tokës, edhe aty nëse ju ofron komuna bëhet mirë se ka atë farë elementin e PPP-s bashkëpunimit me shtetin, edhe anë i hapet qasja për bashkëpunim me universitetet ndryshme, edhe pse këta i kanë dy partnerë gjermanë cilët njëri në edukim, tjetri në trajtimin e këtyre pleqve. Janë specializuar dhe kanë me arë në Kosovë me funksionu. Dhe më thonë, për momentin jam të marrë me qatë projekt, edhe me konsulencat voglat ndryshme në shëndetësi. Shumë mirë, po duket shumë projekt interesant, edhe besoj që komuna e aprovon, se nuk pëmëndoj një projekt i tillë, nuk besoj që kena nevoj me refuzu edhe me i cënu, dhe më thonë. Besoj që po edhe ta shohim tash, po për momentin jam të marrë, edhe aty po kam punë me shumë njerëz. Bile e kom një Gjerman, shpesh delaj në për podcast, është Karsteni, e nguci shpesh, i thëmë
ti je Gjerman, edhe në aty çka të thojmë të rrejmë. A i kesh, atë që pak me kriju një farë atmosferë. Po pse më rrani se Gjerman besojnë? E këna po si anekdot, këtë janë, e qeshim me Karstenin, kështu që është kënaqësi puna me në atë ekip. Shumë mirë. Doktor, unë ju falenderoj shumë për prezencën edhe për kontributin që ju e ofrut në këtë epizod. Edhe për mu ishte kënaqësi, shpresoj që si kena konfuzu njerëzit për një teme me një teme. Jo, nuk e besoj. Po u munova me majt një farë ritmi. Shpresoj që shihemi prapë edhe për gjithmonë për tema të mira dhe Me shumë kënaqësi. faleminderit. Faleminderit edhe juve. Miropafshim në episodin e radhës.